Ditë o musliman, në përgjithësi, janë më të vlefshme se sa ditë e fundit të muajit Ramadan. Për shembull, nëse ti i ke dhënë në 10 ditë e fundit muajit Ramadan 5 euro, 5 franga sadaka, edhe i ke dhënë këto 10 ditë. Ku është më mirë këto 10 ditë? I ke fal atje 2 recate në 10 ditë e fundit muajit Ramadan, i ke fal në këto 10 ditë 2 recate, këto është më mirë. Njerëzit nuk i njohin këto 10 ditë, ama janë njerëz zakonisht të vlefshme te Allahu Azza wa Jall. Sinat, veç sinat. 10 ditë e fundit Ramadan, sinat janë më të vlefshme se sa këto. Si ditë ose nëse thua edhe si komplet 24 orë, ditë edhe natë bashk, cilat janë më të vlefshme? 10 ditë e fundit Ramadan apo 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja janë më të vlefshme 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja si 24 orë nëse e këshyr, ose edhe si ditë nëse e këshyr. Si natë janë netët e fundit Ramadan, 10 netët e fundit Ramadan për shkak të natës të Kadrit. Kam për bën këto? Përmend Allahun Azza wa Jall shumë. Me thon la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, me thon tekbiret.